Blegtorët në rajonin e Pollogut akoma nuk kanë marrë subvencionet e plota për vitin 2024. Ata deri më tash thonë se marrin një pjesë që e bën dhe më të vështirë ruajtjen e pagative. Dy blegtorë thonë se subvencionet nuk janë paguar për vitin 2024 e leret të vitit 2025. Sipas tyre, mosdhënia në kohë e subvencioneve bën që ata të kenë vështirësi në ruajtjen e pagative. Subvencionet e deleve s'janë të i dhënë. U bë kohë e gjatë. Thanë kur hinën në qeveri, thanë dhe lishim për 2025, dhe lishim më njerë në mars, në prill, subvencionet, ato nuk i kanë lishat 2024 që duhen të lishin 2025. Për të marrin, ama për donë nuk japim, pagujmë bjeshkët, pagujmë doktorët, kiti pagujmë, lishin me përqindje, njerë 30%, njerë 40%, njerë 10%, kodit që i bojnë 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, po gjithë bëjmë në me ato paret. Të ato pare si cali ka, shembull në xhep i ka ato pare, kapital ka dikush të i... Subvencione për ne, për këtë vit, megjithse ky vit quhet viti i dytë që ne jemi brenda me to, e me lajka e propaganda të e vazhdojnë 2 vitet t'i hanë subvencionet, t'i fusin në përgjepat e tyre. Dëm të konsiderueshëm, sepse mirëmbajtja e një tufe shembull, do marrim, është një kosto goxha, nuk është paka shumë, të mirëmbajsh gjatësinës së dimrit, me drithra e me barë, të mirëmbajsh me ujë andej këndej gjithë mbi supet tona përgjithësia, vetë blegtorët. Por nga Ministria e Bujqësisë, Zëvendës Ministri Albrim Hoxha, në një përgjigje me shkrim, na tha se subvencionet janë duke u ndarë dhe gjatë periudhës në vazhdim, bujqit do të marrin të gjitha subvencionet. Subvencionet për blegtorët deri më tani janë shpërndarë sipas kategorive. Janë paguar subvencionet në shumën prej 600 denar, për qenjat janë paguar subvencionet prej 1.000 denar, vlera e mbetur në shumën prej 1.400 denar për kokë, aktualisht është në proces përpunimi dhe do të realizohet së shpejti. Subvencionet janë për të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut dhe të dhënat nuk mund të ndahen sipas rajoneve, tha Albrim Hoxha, zëvendës ministër i bujqësisë. Në rajonin e Pollogut, blegtor ka gjithnjë e më pak, edhe pse nga ministria japin përkrahje për ata, askush nuk dëshiron të merret me blegtori. Mungesa e punëtorëve bën që ky profesion të jetë i padëshiruar, sidomos për gjeneratët e reja.